Top Albania Radio, she's on air. Përshëndetje, jemi në She's on Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Jam me supervajzat e mia që gjithmonë bëjmë zhurmë dhe kemi dy të ftuar po aq interesant. Në krahun tim të majt kam Celine the Queen, siç do të prezantohet në Portokalli këtë sezon të ri dhe emrin e saj të vërtet e ka Suela Prendi. Faleminderit që erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Shumë kënaqësi dhe bashkë me Suelën ose Selinin, siç do ta njihni në Portokalli, ka ardhur dhe Arber Hajdari. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Erdit. Përshëndetje. Shumë kënaqësi që ju kemi sot të dyve. Kënaqësi dhe për mua dhe për neve. Ti jemi këtu me këtë energji shpërthyese. Se do dhe çik edhe ja bën bau. Erdit, ti e prej kohësh pjesë e Portokallis. Si ka nisur ky sezon? Mbrapa Atëherë si gjithmonë sezonet nisin me, le të themi, me diskutime të forta. Një muaj para ne gjithmonë mendojmë për Portokallin, po finishi i fundit është ai një muaj para ku ne përgatitemi, diskutojmë me regjisorin, përplasemi fort, përpolitemi fort derisa arrim në një përfundim se çfarë duhet të bëjmë. Di si ju imagjinoj unë juve? Domethënë kam na i thuj pak se ne. Domethënë është një dhomë dhe brenda asaj dhomës janë pafund rroba që jeni ju që vraponi. Përplaseni me njëri tjetrin. Zakonisht i dhën letra, stilolapsa, po është i afruar, te rrobat akoma s'kemi arritur. Jam në rregull. Ama unë jam kurioze të di për cilin personazh ka patur më shumë përplasje. Kush ta imitoi? Për personazhet e Bigut. Po, të Bigut. Shiko, Mateo ka pas përplasje sepse kanë qenë 2-3 sugjerime që mund të bësh që edhe i përafrohen si fizik. Për shembull ishte Erblini, ishte Devi, ishte një audicion për atë sepse ishte erdhi një djalë që i ngjasonte diçka, por kishte nuk i afrohej në zë dhe në imitim. Kështu që me thënë drejtën deri në momentin e fundit akoma s'po dim se kush do ta bëj. Domethënë Mateo akoma nuk është zgjedhur nga një aktor, ë? Po, akoma nuk është zgjedhur. Po Brikena? Për Brikenën ka ardhur Enkas nga Londra, Anxhi, bashkë me një rikthim të bukur. Po. Anxhi na erdhi bashkë me një qesk me çokolata të mira. Dhe do bëj Brikenën, po. E çan. Tani pyetja ime është, në momentin që domethënë personazhi është shumë, domethënë ka shumë persona që mund ta bëjnë, do të thotë se është shumë i thjeshtë për të bërë, apo është aq shumë ngjyrë sa mund ta bëjnë të gjithë? Jo, do të thotë që për shumë personazhe mund të ketë shumë aktor që ofrohen për ta bërë ose i afrohen diçka, por ne gjithmonë regjisori zgjedh më të mirin. Për shembull për Selinin ka qenë një problem që asnjë nga aktorët nuk i afroi, ka qenë realisht shumë i vështirë. Dhe Suela për shembull i afrohet jashtëzakonisht shumë. Që është vërtetë Suela ngjan dhe kur nuk është në rol, ngjan në pamje. Edhe kjo fjalia më ka ndjekur që kur ka filluar Big Brother. Vërtet. Po, përveç njerëzve të fisit, familjarët e mi që ma thonë pas çdo prajmi, ua sa i ngjan, kam pasur nga tresa edhe në aeroport. Imagjino të me thënë dilte në një foto kështu në përvjet, edhe dhe Selin është jashtë. Po, isha në aeroport edhe te kontrollojnë ato pasaportat. Ai sportelisti më tha mua kur dole ti? Fali thash. Se unë po nisë shatë mërkurën dhe Marta ishte prajm. Unë nisë shatë mërkurën. Edhe kur dole ti? Më fali thash. Po të shifja me gruan më i mbrëmta. Ishe brenda në Big Brother. Jo, i thash nuk jam ajo, po hap pasaportën se nuk jam ajo. Do të njeriu e ka në dorë për ta lexuar që nuk është ajo dhe zgjedh të mosoj se. Edhe sipas ke lënë gjëmangut. Po na thuaj pak se si ka lind kjo aktrimi për ty, si është Suela jashtë skenës? Do me thënë, unë jam marrë me aktrim që 15 vjeç. Nuk po përmend këto interpretimet e vogla kur isha 9 vjeçare kështu, po
po vazhdoj tek ato pak më seriozet. Unë jam nga Puka, edhe kemi pasur një regjizore shumë të mirë në Puk, Kiara Gjergjin, që asnjë ta përshëndes. Ajo më mori nga ato bankat e shkollës, edhe shikoj diçka tek unë që me thënë drejtën unë e doja shumë si gjë, po e shifja pak të pamundur për ta realizuar. Ke parasysh këto ëndrat në sirtar që të duken ndonjëherë thjesht ëndra të parealizueshme, thjesht do i mendosh edhe do vazhdosh do ndërrosh. Edhe nga Kiara konkurova tek akademia për regji, jo aktrim. Dhe tani kam dhe aktruar absolutisht, sepse ne bëjmë dhe mjeshtri aktori përveç regjis, dhe jam këtu pjesë e stafit To the Queen. më të famshëm, po. Gjërat vogla. Më pëlqen këtë historia kur ëndrat del nga sirtari dhe realizohen. Shumë të falë mbështetje së të prindërve të mi, kam arritur t'i realizoj, se po të mos kisha ata, familjarët e mi, unë nuk do i bëja këto. Hajde, përshëndeti dhe prindrit tash, bashkë me ne. Prindrit, edhe gjithë familjarët e mi. Jeni fisimat. Tërfisin. Përshëndet. Mos i ngel atre askujt. Po, kalojmë te familja ime, i përshëndet. Përshëndesim te familja e Erditit. Këtë sezon ka pas dhe shumë hyrje të reja, siç po shohim dhe Suelen, si është atmosfera në prapaskena. Ka një atmosferë të mirë, fantastike. Suela mund ta thotë, sepse është e re, sepse ne jemi mësuar me njëri tjetrin dhe e dim çfarë ndodh, se si ndihemi. Suela mund na thotë dy fjalë më shumë, por gjithmonë është atmosferë pune e bukur, optimiste. Sigurisht edhe përplasje pune janë të domosdoshme dhe të përditshme, por atmosfera është krijuese gjithmonë. A eskalon ndonjëherë këto përplasjet? Më fal? A eskalojnë të ndonjëherë këto përplasjet? Deri te thyerje karrikeve, jo më shumë. Thyen karrikët zakonisht? Ta dim dhe këtë. Karrike kanë gjë të mirë se janë me kështu me pambuk të veshura dhe kështu që bie but. Bie but. Të kalojmë pak te Arbri, personazhi i Arbrit, si lindi ideja për ta sjellë të personazh në skenë dhe jam shumë kurioze të di çfarë reagimi ka pas Arbri kur të ka parë. Atëherë, me leje, mund të them që ka qenë shumë e thjeshtë, se dikush duhet të bënte opinionistin e Big Brother, edhe ma ofruan mua. Unë si tip nuk më pëlqen imitimi, me thënë drejtën, por të lutem mos ndërprer. Mos qesh të lutem, po flas, është serioze. Ka që e thjesht. Ideja ishte që duhet të imitoj Arbri. Me thënë drejtën unë se kisha menduar, por ishte regjizori që më ofroi, Iliri. Më tha ma Erdit, duhet ta provosh ti dhe duhet ta bësh. E provova. Do t'i që shkoj mirë. S'ma merr të mendje. Çfarë reagimi ka pas Arbri? Arbri pozitiv, siç është si natyrë pozitive, korrekte. Natyrë korrekte, korrekt. Bëjmë keq. Jo, shumë pozitive ka qenë po. Por në një farë mënyrë i e bërë ti shkas për pjesëmarrjen e Suelës në Portokalli këtë vit. Na tregoni pak më shumë për këtë. Atëherë unë dhe Erditi u njohëm në një projekt që po bëjmë tani, është një shfaqje që do dalë së shpejti. Do vim prap këtu, ne më duket. Do vim prap. Jo, mirë presim sepse energjia është shumë e fortë, shumë e bukur. Po do të vini dhe këngë tani të lutem. Ne punojmë bashkë një super shfaqje, një komedi shumë e bukur që mezi presim ta nxjerrim edhe atë me regjisor Kiço London dhe aty jemi njohur me thënë drejtën kontakt profesional për herë të parë dhe po punojmë bashkë me Cubin dhe Gretën. Okej. Dhe që të tre këta, ua i ngjan dhe një ditë të bukur unë po shkoja në prova, këta ishin te kafja poshtë. Erditi po bënte ca video komplet spontane. Unë se dija fare që ato video do shkonin në audicione. Shiko, para videos ne të kemi kontrolluar Instagramin. Po, unë ndodhem në zyrë. Të ngjër pa paskena që unë nuk i di. Jemi mbledhur në zyrë 20 veta. Okej. Edhe pastaj më thanë që të shkoja tek zyrat e Topit. Shkova me një siklet shumë të madh, me thënë drejtën, kisha emocione, se nuk e dija si funksiononte, ç'a do më thoni, një eksperiencë e re që se prisja kaq shpejt. Shkove kështu si capi te kasapi. Po sa hyra aty që takova disa nga aktorët e Portokallis, filluan gjithë ma thonin që i ngjan, atëherë më rrit dhe më shumë vetbesimi.
Ja. Mu më frikson dhe gestikulacioni. Mënyra se si ham sy. Fiksuar duke e parë, domethënë. Soilan, përveç kësaja, si ka qenë plani yt fillestar, domethënë si mendoje që të arrije tek portokallia apo ka qenë ndonjëherë synimi jot portokallia? Domethënë si e ke menduar? Me thënë drejtën, unë e kam pasur qëllim televizionin. Ndoshta ajo ka shpejt, sepse vetë jam duket pak e vogël. Sa doja që mund të jem. 21. 21 vjeç edhe. Okej, po, nga që isha gjëra shumë larg, nuk e di pse, ky është problemi im. Ndoshta duhet filloj të kem më shumë besim tek vetja, po që e mendoja televizionin edhe thoja, më pëlqente shumë programi She's on Top. Me thënë drejtën. Po, jene vendin e duhur për ta bërë. Më pëlqente shumë programi She's on Top. Nga që Intervista mbaroi, na do na e lësh kurorën ti. E mendoja She's on Top nga që më pëlqente modelingu shumë. Edhe thoja do ta provoj këtë vit, jo këtë vit se jam me angazhuar me këtë gjën, pastaj vitin tjetër edhe nuk u bë. Po ja doli kjo e portokallisë. Ne andaj kemi autoren e She's on Topit, kështu që do kalojmë pak në publicitet, do t'i lajmë me fol më shumë që të zgjidhet. Unë tani që jam top, duhet kaloj të gjitha rubrikat me radhë. Do kthehemi për pak publicitet. Jemi rikthyer në She's on Air, jemi me dy nga aktorët e portokallisë, me Suelen dhe Erditin. Dhe tani do futem pak më thellë tek Suelen. Domethënë, pavarësisht se ti ngjan vërtet shumë Selinit, edhe ndoshta pak në gestikulacione të gjitha, si mendon se do ta presi ajo? Tani, po themi një sekret. Selini më nje. Selin më nje, po me Selin kam punuar. Unë kam qenë aktore në një shfaqje ku ajo ishte koreografe asaj shfaqje dhe kemi punuar diku te 3 javë. Po themi, edhe kemi pasur një marrëdhënie shumë të mirë. Okej, korrekte pune, absolutisht, më shumë profesionale se sa personale, po. Por vërtet më ka bërë të ndihem shumë mirë dhe shumë rehat. Kështu që mund të thojmë që për te ngjashmërisht që ju keni ti edhe përqafon shumë si personazh. Patjetër që po, patjetër që po. Edhe jeti fozë të Selinit në Big Brother? Okej. E mbështes. Sa e vështirë ka qenë për ty që të hysh dhe të jesh pjesë e një kasti si Portokallia që publiku tashmë e njeh prej vitesh? Me thënë të drejtën mua akoma s'mbesohet. Unë ndoshta sot ndoshta sot pasi të mbaroj ju dje keni pas shfaqjen, kështu që të dielën do shikosh veten në ekran. Po, edhe atëherë do them, okay, jam pjesë e këtij sezoni. Po që vërtet janë përveç se aktorë të mrekullueshëm dhe artista shumë të mirë, janë njerëz shumë të mirë. Na hekni kuriozitet për te Erditit, kush të ka mirë prit? Nuk dua të veçoj Erditin, Gretën dhe Cubin dhe përveç këtyre të treve që i njifshe, po? Po, Bana. Albana për hati, po, është shumë e mirë. E përshëndesin, është shumë e mirë. Harruan njëri? Po një nga ata aktorët i cili nuk të priti mirë ose si thua nuk u ndjeve rehat. Jo. Apo të apo mos të ka pritur me këmbë të para, si themi ne. Jo, janë gjithë, vërtet janë gjithë shumë. Se nuk du me përshkuar të Mos të ka pritur ndonjë nga moderatorët, Kiara Nevina apo janë shumë të mira, janë shumë të mira. Janë vajza vërtet mrekullueshme. Unë dje kisha mundësinë që të që 3-4 ditë kisha mundësinë që të flisja me to dhe të komunikoja dhe janë vërtet shumë vajza të mira. Edhe të gjithë më kanë pritur krahapur. Edhe Salsano me batutat e tij. Po që janë të kanë dhënë ndonjë këshill Nevina ose Kiara? Këshilla akoma jo. Po ndonjë nga aktorët? Po Bana më ka thënë që mos harro të jesh vetëm vetja. Edhe thjesht ndihu lirshëm, provo, bëj gjërat, në fund të ditës është një eksperiencë që ti zgjedh nëse do ta vazhdosh më tej ose po Edhe gestikulacionet i ka me Cila gjëja më e vështirë që mund të imitosh te Selin? Që ke pak me siklet? Nuk ka. Atë kërcimin e bën? Atë kërcimin? Selin, e me klika një kështu.
Erdit na thuaj një kompliment që të ka ba publiku, një që të ka pëlqyer më shumë, që të ka ba më përshtypje. Ajo që më bën gjithmonë që publiku më dje një roje me qira fjalë. Më tha ma Babaxhanje, mban të qeshur na dy portokallia. Ke menduar ndonjëherë me lang të rrugë? Tak trimit të asnjëherë. Do me thënë, deri në momentin që them çdo ditë që jam me fat që ndihem shumë mirë, dhe ndihem vetvete atë ky profesion dhe zbuloj nëpërmjet profesionit dhe projekteve të mia zbuloj dhe veten, kështu që më shijon pafund dhe as se kam menduar asnjëherë këtë gjë. Për ty personalisht, çfarë ka qenë më sfiduese në këtë sezon portokallist? Ne kemi një treshe që po tentoj me Devin dhe Ermiri. Nuk do dali javën e parë, po e mendojmë për javën e dytë, ndoshta të tretën. Është një sfidë e radhës, se portokalli çdo sezon është një sfidë, edhe personazhet e vjetra janë sfidë sepse duhet të sillen gjithmonë në një formë të re, me tema të reja, por kur sjell personazhe të reja, është sfida akoma më e madhe për t'i realizuar mirë. Kështu që jemi në përpjekjet e fundit për të sjellë një treshe interesante me Devin dhe me Ermirin. Super. Po doktorin do ta kemi? Doktorin do ta kemi? A ka nevojë për një doktoresh? Kam shumë nevojë, po do vish në audicion. Do bësh ringën edhe pastaj ku të shkoj më parë unë, ku? Se jo një sketch shumë shpejt. Do ishte shumë bukur vërtet. Do na jepni nga një mesazh për publikun që do t'ju ndjekë nga kjo e diel në televizion. Ta shijoj, të kënaqet. Po, këto. Edhe po ta lë fjalën në fund të thuash përshëndetjen tënde. Mirë Arbër. Okej. Atë prisë s'ka mbaruar. Po mund të flasësh. Mund të flas. Faleminderit. A me këtë? Okej. Atëherë mos harroni, të na shikoni, të na ndiqni, ta shijoni siç do e shijojmë edhe ne, edhe ju jeni të mrekullueshëm. E kam për publikun domethënë që na ndjek, edhe hajdeni blini biletat për mërkurën tjetër se do jenë sold out, jam e sigurt. Po këtë javë ishin sold out, Se këtë javë. që sa dolën. Këtë javë humbët. Që të martën dhe Ledioni e tha në fakt në Prime që biletat ishin sold out, kështu që nxitoni. Di çam kurioze unë, ju të dy jeni po kaq humorista në jetën e përditshme sa jeni në portokalli? Varet sipas momenteve, nuk e kemi në program dritor, por por kur i takova vetëm kam qesh. Ka të bëj me kë shoqërohemi. Po morëm energji të mirë, do përcjellim energji të mirë, po s'na e varën, s'do ja varim. Ka tipa nga ata për shembull, po ti je këngëtar, thon po ma këndoj një këngë, po më thuaj ndonjë gjë për e qeshur. vërtetë është kjo. Po e vërtetë është. Po më thuaj ndonjë gjë për qeshur. Na thon diçka për qeshur, na thon Ma thuaj gjithmonë. pra. Mua kur ma kërkoj nuk e bëj Nuk asnjëherë. të vjen, e po mirë. Ndërsa unë do thoja jam balerin. Ne do të kalojmë në një hapësirë të vogël publicitare dhe do futemi pak më thellë në Sa personazhet. thellë një 3 herë. Thellë fare këtë herë me personazhet e juaja. Diçka të lezetshme. Rikthehemi pas pak publicitet. Jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë në Top Albania Radio. Përpara se të hym thellë në personazhet që unë diskutova, Erdit, do të ngacmoj dhe pak ty se Suelen e ngacmova pak se si e pritën aktorët, po ti duke parë se ke pak më shumë kohë në portokalli, si janë marrëdhëniet, kush janë marrëdhëniet aktorët që ke marrëdhëniet më të afërta, kush janë ata që nuk shkon fare? Në ata ambient pune nuk është e mundur që të kesh kolegë që mos shkosh. Po që ke më shumë debate. Kur në zakonisht ne puna na lidh 2-3 tek sipas programit javor, numrave që vendosim të bëjmë. Kështu që me atë që ke marrëdhënie të afërt pune dhe me atë do kesh si të thuash në thonjza konflikte ose debate. Do na i thuash emrat apo? Po un kryesisht përplasit e kam me regjisorin, me Ilirin. I paska direkt. Nuk lodhet fare. Domos Ne të lodh kokën unë zgjedh me këta. Më sakt të gjithë aktorët i kanë me regjisorin, sepse regjisori është ai që i pranon tekstet, regjisori është ai që vendos, regjisori është ai që i hedh poshtë tekstet. Kështu që kur ta
hedh poshtë tekstin regjizori, ti si aktor je munduar, je lodhur dhe në fund mendon që ke bërë më të mirë në fakt. Nuk është se Të bën nga e para. kur ai thotë s'bën, ti thua s'ka mundësi, unë lodha, unë andej këtë mendoj që është mirë. Edhe aty pastaj lindin argumentat dhe kundërargumentat të materialit. Po në aktrim, kush është nga, domethënë ti si fillim, si aktor, je person që je fiks se si e lexon apo edhe ndonjëherë të hikën edhe bën dhe me fjalë të tua rolin? Për ikën sa herë të duash. Se kam dëgjuar që ka nga ata që janë vërtet shumë Problemi strikta. është nuk është kur ikëm, po problemi është sa shpejt Të vjen. të vjen. Por un kam një gjë të mirë, domethënë personazhin e doktorit, domethënë që është pak i ngadalt edhe ndonjëherë egzageroj, jo sepse kam menduar, por se kam harruar tekstin. Tani e dim dhe ne. Për shembull, edhe më gjithmonë për shembull në fillim fare sa kisha shumë të egzageruar. Shumë diplomatje. Nuk më ke thënë asnjëherë për deri tani. Me Ledion theremi, me Ilirin theremi, me Gazin theremi, me Ka plastika. Janë gjithë personazhe që kanë Gjithë personazhe- janë historik në Portokallinë në fakt, to që po përmend. Po, historik që kanë si thua eksperiencë më të madhe, edhe vetbesimin më të madh, edhe ne të rive na thonë që dale se ne kemi kaq eksperiencë, edhe doja kështu me që dale, edhe kështu që Erdhe ti. kjo jona është me Hajde, sakt. bab, tregoj ara. Dhe ne i themi dale se patjetër. edhe ne kështu siç Ne do na jemi thotë ardhmja, Suela ne. po. Kështu vetë kjo punë. Suela më gati se ndoshta do jetë ditën e së Suela që sa dalin tek dale çik. Okej, në rregull. Unë në nga personazhet e Big Brotherit, nëse nuk do kishe Arbrin, kë do doje të bëje? Do tentoja të bëja Gimbo. Okej, super. Por nga që bëj Arbrin, Gimbon do ta bëj na- Keidi. Do na imitosh pa Do- Gimbon këtu me që S'ta bëj dot. Nuk ta bëj dot sepse thjesht ngelin e letër, ai edhe unë nuk u mora fare me që. Junira. Por e dini të thjesht, nuk është e lehtë, është një proces Selinën pune. direkt. Është një proces pune që bëjmë ne për personazhet, nuk është aq e S'është aq e thjeshtë. thjeshtë. Kështu që nuk u mora ta studioja shumë edhe nuk Sa e shikoni ju Big Brotherin për të imituar në këtë formë, në këtë nivel? Suela nuk ka shumë nevojë duke. ne e para Sa nevojë ka një aktor ta Suela është për ndjeki? qef. ne e shohim për si thua për të parë, por nga ana tjetër ne e shohim dhe me syrin që duhet ta shohim. Do ta shohim se duhet të Për imitojmë. ndonjë personazh. Jo, e pikërisht shikoni me duke i syrin parë. e tretë të Kristit, ndoshta. Po. Të syrin e tretë të Kristit, po. Sepse duhet i bëjmë personazhe, duhet i marrim detaj, duhet i marrim batuta, duhet i shohim Po si Kristin kush na ju do e bënte? do e bëj Eugeni dhe e qan. Dhe e qan dhe i shkon kështu në Unë si fantastik. po pres vërtet. Janë gjitha ta shoh personazhet që si të vjet që gjithë po castin. Ka ngoditur. Por tani do futem pak me Më thellë. Tani do futemi thellë. Tani do thua. Te bregu Ja, pestë jem, jemi. Te bregu Do gati pestë. gjilpërën, se do Bëuni futet gati thellë. për tek Si ka dorën e lehtë apo? Kushina? për gjilpërën. Do jesh i parë që do e provosh. Ashtu ë? Fani. O kuku për mua. Po sa kam qeshur sot. Tani do futemi në situatën e parë. Po, sikur Selin dhe Arbri të takoheshin në një kafe dhe të diskutonin për dramat e Big Brother VIP 5 pas mbarimit të sezonit. Ju lutem bëjeni këtë bisedën live si personazhet, jepini gaz, po ju Selin? Si Am ndihesh? Arbër. Si ndihesh? Mirë, ja, më queen se qisha. Vazhdon të ruash raportet me ish banorët apo aq sa i përdore edhe Mbetet për të parë. mbetet për të parë? Po, nuk keni zbuluar gjë Me ju? babin si ke marrëdhënie? Me babin tim. Se sa baba ke ti? Po, një kam. Babi Mirin vetëm. Nuk do të flas për këtë, të lutem, se kemi mbyllur si çështje këtë të mirit edhe nuk do ta diskutojmë më. Nëse ke ndonjë gjë më interesante për të thënë, mirë. Nuk kam gjë interesante. Kush do t'i paguaj kafet? Se fitohet çmimin e madh. Xhaxhi Gerti. si po e prisa këtë Xhaxhi Gerti. Xhaxhi Gerti. Do kalojmë në situatën e dytë. Po sikur Selin të hyn papritur në studion ton këtu dhe të merrte mikrofonin. Bëj një hyrje sikur të jesh Selin. Goca!
Si jeni Celine the Queen? She's on air. E di çam pëlqen pafund shumë se e bën prezantimin dhe e bën prezantimin kështu fiks siç mund ta bën të vërtet Celine. Balerinë. I ka këto. Kalim në situatën e tretë. Sigurisht ishin të dy brenda shtëpisë në Big Brother si banor. Si banor? Si banor. Qyqa. Shumë. Ne si banor? Selin? Atëherë, qa mendon? Jam e sigur që nuk do ishim miq. Dhe se dio Arbër shumë se po zbulojmë dhe shumë. Mos po zbulojmë shumë. Jo, me nga pak se Arbri nuk është vërtet. Atëherë nëse do ishe me mua konkurrente, e sigur që do ishe The Queen, po pas me. Po ja, ti do ishe The King. Kalojmë ke situata e katërt. Po sikur në një debat shumë të madh, do donim të shikonin Arberin shumë të nervozuar. Nuk ka se ta shikosh, sepse Celini e ka fiksim që të ndërhyj me vend e pa vend, të çoj zërin, po ka rregulla, sepse unë nuk jam këtu për të më gjykuar Celini, unë jam këtu për t'i dhënë opinionin tim mbi Celini, se çfarë bën Celini, një sekondë se s'ka mbaruar. Do të kesh pak respekt. Kur ta mbaroj. Po çab. Të dalë Arbri lart fare. Nuk kemi ardhur këtu tani pushosi po flas unë, po flet Queeni. A vashi? Kalojmë në një improvizim tjetër. Po sikur pas një prajmi të takohen në backstage, edhe Arbri ka mundësinë të japi disa këshilla Selinit për lojën. Atëherë këshilla vetme që kam unë për lojën është të vazhdosh kështu siç ke qenë deri tani, pra të lëvizësh nga njëri te tjetri, edhe ti përdorësh sa më shumë, edhe ndoshta i arrin ta mbash kurorën. Faleminderit Arbër, faleminderit për shkrimin tënde, por nuk do merret parasysh. Situata 6, po sikur do kishin ngelën një ascensor bashk për 10 minuta. E tunde moj Selin. Do kërcenim. Nëse Arbri më duket se kërcen vetëm me kaq, me një dorë. Arbri nuk kërcen shumë, që ka. Edhe çik me kon. Un tunde moj Selin. Tjetër? Kemi që tjetër? Kemi një situatë tjetër. E zëm se u eliminua nga Big Brother VIP, po sikur Selina të vendosë të largohet nga studio, sepse nuk i pëlqen analiza e Arbrit. Kështu që A nuk largohet dot se Selina ka përshtypjen nuk hipën dot majmurit. Jo, un dal nga dera po dola. Un po dola, do dal nga dera siç kam hyr. Po nuk do dal derisa unë të mbaj kurorën e vërtetë të këtij Big Brother. Kështu që do më keni shumë gjatë këtu nëpër këmbë. Suksese. Edhe ti Arbër në analizat e tua. Gimbo i thot Selinës, Selin po vdes të puth, pse presim akoma. Bëhu e dashura ime. Ti do bësh Gimbo? O Gimbo. O Gimbo, hajde të bëjnë ai krep. Se për të dashur larg, shumë larg. Qysh bre krep? Krepa me çokoladë, me gjëra të tjera. Faleminderit. Miri i kërkon Selin të flenë sërish bashk, por ajo është tashmë e fokusuar tek Gimbo. Si do reagon të Selin? Kush i kërkon Selin të flenë? Miri. O, larg qoftë. Larg qoftë. Ore, Arbri, qa opinioni ka? Atëherë, ka qenë interesante deri në far pike, pastaj ku kaloi këtë pikën, më duket interesante. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që Selini për backgroundi që ka, po reagon shumë mirë. Po e shkëput shumë mirë, me lezet, domethënë me ato lëvizjet e baletit që bën her pas here, po kalon shumë bukur nga një krah te tjetri. Dhe për këtë e vlerësoj, shpresoj. Unë super argëtova. Rob qerdhët. Ishte vërtet shumë ai si domethënë e kam shijuar pafund shumë. Të mërkurën tjetër do vit ju ndjek live me patjetër se dua të marr akoma më shumë nga kjo esenca juaj live. Dhe
Ju uroj vërtet shumë suksese të dyve. Faleminderit. Suksese. shumë. Kishim nevojë shumë për këto energji kaq pozitive, kaq shumë të Kënaqem edhe qeshura, ne. ishte kënaqësi shumë. Unë do kaloj ndin Dhe- stafi portokallis. Dhe Suela pse jo dhe në sezonet e tjera. Dhe në sezonet e Ky tjera. bashkohem. Jo, jo, ne, portokallis, jo dhe ne. Ai portokallis. Po, portokallia. E ishte vërtet shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve, shumë, sukses faleminderit edhe shumë juve. edhe jeni shumë të mira. Të dielën ndiqni të gjithë portokallin dhe ne do vazhdojmë për pak me Shizon Air, kështu që. Dhe jemi rikthyer në studion e Shizon Air në Top Albania Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital. Goca, di çka kam vëre që ne si studio e gocave të Shizon Air e kemi shumë qejf për puthen. Dhe sot të ftuar kemi atë karizmatikun dhe që është ende në kërkim të dashurisë Erindin. Erind, mirë se erdhe. Falenderoj për ftesën. Këtu ndodhem mes 5 hyjeve. Si ku t'ishte edhe ju më përputhen. Okej, të gjitha do ne, ishim në përputhen. Me kë do kishe dalë ti? Me të gjitha. Avash. Do t'i shohim edhe Mesoj disa se si kjo musliman është që arsye jena. Arindi pse je beqar. Ja, se ishte kështu në formë Sa batute. ka ajo? Pa më Erindi, çfarë thot jeta? Mirë. Mirë, Jeta është emër apo jeta në përgjithësi? jeta jote më. Tas mos më Se ke jeta gjetë në një jon- vajzë me emrin Jeta. Mirë, Çfarë në përgjithësi. dashuria? Për momentin akoma i pa dashuruar në kërkim. Po kërkon, ëh? Po mirë, pa folur te në këto të dashurisë ne të kemi parë ty. Po doja të dija pak më shumë se si është Rindi jashtë studios së përputhen, jashtë kamerave, si është një ditë e jotja normale. Realisht kam qenë një kohë pauze, punë domethënë si të gjithë. Me sport. Sporti është kryesor për mua, është një ndër Rindi, jam kurioze preferencat më të çfarë mia. punë bën ti? Çfarë profesioni ke? shofer. Okej, jo Se thjesht. kësaj ti kam thonë. Më ka thënë s'punoj. që është pa punë, po tani pas ka. Ndërkohë që pas ka isha në filluar punë, po doja me të majt qëndrimin që kam bën në studio. Ta kam thonë në formë shaka. Edhe aty më E që nervozove pa ti. punë atë. E kam Pa bo. tjetër. E kam bo një takim 4 minush. Me mua. Me po. Ina? Më Kemi nervozoj. bërë në trotuar, po. Edhe po patjetër që refuzova për arsye sepse ishte pa punë. Ishte pa punë. Dhe mbi gjitha se Po ishte pse punë? 36 vjeç. Është arsye shumë Është 36 vjeç dhe të ishte pa punë, Nuk është thash. diçka për të krenuar që je pa punë. Nuk thash është për të Jo, gënuar. ky tha unë jam shofer. Po jo, Inës i kishte I thënë kam që jam thënë pa dikur. punë edhe. Ndërkohë që Robi më bëj dhe pauza. Ah, okay. Orindi çfarë të karakterizon ty më shumë në raport dashurie? Domethënë, qetësia, xhelozia, durimi, si Po, xheloz jam. Domethënë xhelozia ka qenë ndër shkaqet më të mëdha që më kanë ndarë, domethënë nga femrat më shumë, jo nga unë. Se unë si kam dhënë kurrë shkak. të pëlqen Ta të kesh mendoj. dhe një femër xheloze në krah. Po xhelozia është pjesë e dashurisë, është po me përqindje Kë shuan xhelozia. Për çfarë je xheloz? Po pra, xhelozi. Se xhelozia është deri në një far pike. Ja, për shembull, po, është jo në okay, ekstrem, jo në është okay që ekstremitet. ta nxjerri shpatullën e dashura jote. Shpatullën, ëh, se. Po mirë, nuk Për me është se si ekstrem. dihet ka. Ajo është Po pra na thuaj disa cilësi, çan ti të bësh xheloz tek një partnere. Qa nuk toleron ti? Andikon për ty veshja egzageruar ose Po, normal daljet që në ndikon. klub natën Jo për mua, deri po për gjithë vonë, do të ndikoj. Shoqëria me djem. Këto Si janë për të gjëra gjithë? të ndikojnë. Po tani jetë dalësh xheloz. ti, të shofi tjetri çka ke vesh, a nuk duket egzageruar? Po, do ta shofi çdo lloj gjëje që unë vesh. Puna që e ka vesh, jo që e ka shvesh. Ti jema ata mendimin që ke lind lakurisht, dalsh. Jo, jo, absolutisht Jo, nuk jo. jam atë mendim. Domethënë ti me një vajzë që mund të jetë modele ose influencer, ti nuk do dilje kurrë. Sado vajzë e mirë ti ishte vetëm për shkak se ajo Mund ka të një veshje ekspozojë. ekstravagante. Sa thash këtë, po varet se si i krijon marrëdhënien. Po na thuaj pra i gjë Rindi. Okej. Po. Na i thuaj çfarë të bën xheloz. Të ta bëjmë Tani të në përputhen janë goca që në studio paraqiten me fustane, me funde, me, domethënë ti nuk do zgjedhë asnjë në një bie. Po mund zgjedh mi ndal, po varet ku e ken krap pastaj. Ajo prit, Janë gjatë nuk disa- do të pëlqen fare. Aty pastaj do ta përpishesh ta ndryshoje ti, ëh, sepse tashmë Do ka një mundohem partner. ti t'rregoj Okej, të ta bëjmë ndjekim të një- thjesht pyetjen se s'po e jep një përgjigje. Lidhja jote e fundit që ti ke pasur. Për çfarë je zën ti nga xhelozia? realisht ajo kam menduar se i kam fik ka qenë siç e kam transmetuar që kanë qenë distancë. Edhe kisha fik, domethënë kisha fik. Kam menduar se kam fik telefonin, ndërkohë që unë kam qenë në një plazh që s'kishte pikë vale. Domethënë nga mëngjesi kam qenë me familjen, nga mëngjesi deri në masdite.
Do me thënë u bë ajo xheloze për ty. Aja ka menduar se kam qenë me tjetër, tha ke fikë dhe telefonin. Po shumë mirë ta ka bërë për këtë pjesë. Po. Pse? Si ti ikësh mëngjes deri në mbasdite. Unë kam vonë dieni që jam me familjen. Atë Është mosbesimi këtu. ti dhe Zoti, familja jote e di. Se do ta bëj ti Jo, një vajzë kështu për shembull, mos tapi më telefonin gjithë ditën e të shiko se isha me familjen. Ç'a bën ti? Nëse më ka thonë që jam me familjen tani, është mosbesimi pastaj. Jo, unë më shumë Nëse ti e krijon- të rikthea ke pjesa që goca tani në studio ke i vinë të veshura me funde, me fustane, por ti aty i njeh për si tregohen, siç janë. Ndërsa jashtë ti pretendon ti ndryshosh gocat, si i bie, sipas mentalitetit, sipas ekzigjencave të tua, preferencat e tua. Varet me këtë ngjiteve dhe varet se si shkon marrëdhënia nëse është me unë po flas nga ti. Ti çfarë kërkon ke partnera, domethënë, që mos të vishet me të shkurtra, nuk e do? Më fal. Me shkurtra nuk është problem, po mos tregoj pjesë. Do me thënë Njëra nuk tregon pjesë. Tregoj. thjesht nuk do me se s'po e shpjegon shumë qartë, thjesht Jo, nuk po do ta shpjegoj. Unë e mendoj. nuk do që të dalim me gjoks jashtë me Po normal. Me gjoks dash jashtë me tani. gjoksin. Nuk del njëri me gjoks jashtë, ndoshta pak dekolte e kështu, nuk besoj se prish punë. Solet Med është një klinikë e specializuar në shërbime të avancuara fizioterapie, trajtime estetike, si dhe në distribucionin e pajisjeve dhe produkteve profesionale për klinika dhe qendra shëndetësore. Me fokus në inovacion dhe teknologji moderne, Solet Med sjell risi në tregun shqiptar me pajisjen revolucionare Boost Treadmill Anti-Gravity. Pistën revolucionare që redukton peshën trupore nga 100% deri në 20% me rritje graduale prej 1%. Fal teknologjisë microgravity, ju mund të ecni ose të vraponi pa ngarkesë në nyje, duke përshpejtuar rikuperimin pas operacioneve, frakturave apo hernies diskale dhe ato lumbare, përshpejtimin e rikthimit në lëvizje, rritjen e balancës dhe koordinimit, rehabilitimin e dëmtimeve sportive, si dhe rritjen e performancës tek sportistët. Boost Treadmill Anti-Gravity përfaqëson një hap të ri në fizioterapi, duke ofruar trajtim të avancuar, të sigurt dhe efektiv për pacientët dhe atletët. Publicitet dhe rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të 5 me të ftuarin ton Rindin dhe ne do t'i bëjmë disa pyetje më specifike duke qenë se jemi dhe në muajin e shenjtë të Ramazanit. Çfarë ndikimi ka besimi dhe përkushtimi në fen muslimane, duke e lidhur edhe me faktin që ti je pjesë e një programi siç është Përputhen? Tani të Rada jote. Ne dim që je shumë besimtar ndaj. Po shumë besimtar. S'jam i devotshëm deri në maksimum, po deri diku mundohem Ku çalon që nuk je deri në maksimum? këtë dashuria. I bie fakti që nuk përmbahet dot, domethënë. Po jo. Jo. E kisha fjalën kur gjej gjysmën e jetës inshallah me shpresë Zotit do jem I përmbushur. Nuk e di çfarë ka kjo vajzë sot. Okej, prit. Dashuria, me përkufizo pak këtë pjesë, më fal. Jo se ka ndonjë gjë, jo. Thjesht kështu e kam pas pak këto 2 vitet e fundit jetën, edhe jam shkëputur për një kohë. Jo që jam shkëputur fare. disi. Po, disi. Domethënë agjërimin unë e mbaj që në 2013-ën. Po e mban tani? Po, normal. Po. Edhe Megi u habit kur i thash që jemi në agjërim. Po se kisha njoftu, domethënë, se kisha kaluar pjesa. Po si e menaxhon faktin që ti je pjesë edhe e programit? Po s'ka lidhje, s'është ndikon. Nuk ndikon fakti që ti shkon. Njerëzit të punojnë në mes diellit dhe se kanë problem. Jo, po shiko, po flasim për diçka që gjatë agjërimit është po flasim pas iftarit ti, okay, në rregull, pasi hapet ti mund të jesh i lirë për të bërë çfarë të duash, por gjatë agjërimit, gjatë ditës, si e menaxhon faktin e takimit, pse është dhe një lloj tundimi apo jo? Realisht nuk kam bërë takime me thënë drejtën, po edhe nëse bëj takime, ti po del në takim u njohur, nuk po bën diçka. Do shmangje një puthje. Normal. Nuk kesh të lejuar apo jo? Kush është modelja më e bukur në botë? Oh. Një pyetje, ta bëj ty. Për ty, kush është femra më e bukur në botë? Tani un kam ngel më të Ina Pashollari. Okej, ti je për mashallah, nëse po ta them me kuptimin që edhe po të mblutesh
Jo. Ua, nuk ta var. S'ma var. Gjatë agjërimit s'ka shans. Okej. Po mirë. Gjatë agjërimit se tash. Jo, është okay. Erin, të ndihmon besimi ty për shembull në situatat në studio të jesh më i duruar. Realisht unë në studio kam qenë shumë i duruar, se vetmja pjesë se unë kam bërë shumë gabime, domethënë në jetë, shumë gabime me kuptimin i bërtas edhe mami që s'do ta bëj kurrë. Shumë gabim. Se është një tip lloj nervi që të kap momentalisht. I kërkon falje të pak. Po normal. Mamin e kam si të ballit. Do doje që partnerin tënde ta kishe në të njëjtën fe, në të njëjtën besim. Tani kjo varet, gjë e mirë do ishte? Do doje ti Por domethënë. nuk do të pengonte një gocë me një besim të ndryshëm nga joti. Jo, fare. Mirë. A të ka Mjafton ndihmuar të jetë njëri. A të ka ndihmuar kjo periudhë reflektimi për të parë vajza ndoshta me një sy tjetër? Më ka ndihmuar shumë. Për kë nga Edhe unë jam, urdhër? Për kë nga vajzat? Si ke menduar më përpara dhe çfarë mendon tani? Në program. Po pra. Qëndrojmë në përputhje. Për shembull, Pas e thek shumë përgjithësi Pse tjetër. pas ka të tjera nga jashtë. Normal që ka. Dasina më shkruajti. Mund të tentojmë prapë me telefonatën. Telefonat i parë, telefonat provoje ti. Çfarë të çfarë shkruajti? të ka thënë? Se mund ta marrësh edhe O ti me që të ka thënë, kthyer. duket ë? Jo. Më thuaj, shkruaj se jam i njerëz. Orindi. Është me Krisin. Unë mos gënjej. Mund të tentosh ose ta marrësh, ndoshta ty të përgjigjet. Shkruaj tha, jo. Po mirë, shkruaj dëgjoj, do të është saktë. Është Më mirë. shkruaj, thotë Mund të shkruash ti thua, mund të dalësh Ti pak më njanë sepse kam një propozim. Kam një ofertë pune, thuaj. Kujtë, nuk se do ta marrësh ti, po që specifikoja po të thrasim për një bashkëpunim puni, kështu që Po. është mirë që të Po, largohesh thuaj pak. që po të marrim Nuk për është një për- bashkëpunim vetëm 2 minuta për të folur. Sa pozitiv është Rindi, është Shumë. nuk është. Nga janë E la robi. telefonin për qeu. Jo, po i shkujta, s'është puna, jo, po të kthej përgjigje për këtë se kam pa shumë njerëz Okej, ndërkohë që ne po presim po vazhdojmë pak me intervistën. Pastaj na njofton në qoftë se të thotë diçka, okay? I thash ditë pak kam. Cila nga vajzat në studion e përputhen, jo në studion ton, i përshtatet më shumë parimeve të tua? Me kë përshtatesh më Në shumë? studio? Po. Vlora është shumë e mirë. Na Edhe përshkruaj jasme ndonjë tani. tipar që të tërheq nga Vlora. Tipar të karakterit normalisht, jo, po me- flas. Pamja kryesore. Po Okej. shikimi, buzë, çat pamje pra se pamja është Trupi. trup. Unë mendoj se ti nuk pëlqen asnjë nga vajzat atje, thjesht po rikoca për të marrë famë. Edhe të thuash me Unë famën, ropafshje. domethënë famën që kam marrë, po s'është po nuk du me u shkëput, du me shku deri në fund, si e thon kësaj pjese, s'du me dal nesër. Fituari, fituari. Më Po fal. pse duhet të rish deri në fund kur ty nuk të pëlqen asnjë nga Çfarë ato problemi ka? vajzat atje? Pëlqen Vlora, Kë po pengoj. Vlora. Me thënë pra pas kena që ishin interesuar edhe ti për do si Esmen. këto janë disa tipa që sa ikin i nxjerrin gjitha bën sikur Ti je besnik. po të shërobi ka i çik Jo, se se jam dakord me këtë. Jam shumë kurioze të di, a ka ndonjë vajzë nga ato që janë aty aktualisht që ty të ka bërë të harrosh fare që je në Ramazan? aty? Po, Jo, s'ka shans. jo, të ka ndezur ndonjë dëshirë, jo. Madje unë mendoj që duke qenë se po agjeron, Realisht, nuk unë ka edhe- as vëmendje për gocat sepse Jo, është një fare. fast stopi po thojmë se. Realisht, aty në program, domethënë, unë se dija se jam atë i den, se kam pas ndjek më para si program. Mu më ke Jam- ndjek? Normal. Ah, çfarë mendimi kishe për mua në përputhën? Do isha ajo goca që mund të interesonte? Troç, mos ki frikë, mos ki komplekse. Ajo se s'po them. Deri diku, ke qenë simpatike, Bomb, ke qenë. mirë, fix, bomb. Jo, çfarë nuk të ka pëlqyer për shkakun? Unë po flas për karakterin, lënë pamjen, se pamja shumë Po realisht subjektive. se edhe s'm kujtohen shumë. Të do thoja, se të S'kujtohen kanë ndjekur shumë po të ka këto. harruar. A janë vesh mirë sipas teje? Isha se evoluar ke dal, kështu? se ke dal keq. Rindja, ka ndonjë Më ke tjetër në pëlqyer studio? në ato fillime, po pastaj A ka ndonjë tjetër në studio që po agjeron? i ndriti. Indriti. Po nga vajzat? Se besoj. Okej. Po më futej në kriter, domethënë që të ishte pjesë e besimit. Vlora. Okej, Vlora. Domethënë Vlora edhe për arsyen sepse është pjesë
e besimit. Por më thënë pra pas skena po. që do doje me njoft dhe Esmen mos gabofsha? Po. Ç'a të pëlqen ke Esma? Po fiziku. Po pse nuk shkon për te fizikut more djalë na çmende, na thoni një llaf tjetër. Ça them buzët? Jo vetëm fizikisht, një anë Buzët bëjnë karakterit. Ku diun, mënyra se si flet. Po mirë, si karakteri sillet. normal. Sinqeriteti, e drejt për drejt. Po pra, trego pak më shumë se fizik. Okej, trego pak më i hapur për ne Rindi. Ndritin pas ka ngoj. Po Sa sepse fleti ndriti për sa po e mua. përmendi për pjesën e Ramazanit. Jo, po më fleti ndriti Ndrit kështu është dhe është. vllajin. Ndriti është dhe vllai ose vllai jot, po flet për mua. Rindi do na. Si kam treguar që do jam tregosh pak më i hapur. Tani Sepse ne kështu në ti emision tërheq kemi një automatikisht. mision që për te përputhen edhe ne Po. përputhim njerëz. Kështu që ne tani duam të dim çfarë kërkon ke një gocë, çfarë nuk të pëlqen ke një gocë, çfarë të largon, çfarë të afron, na jep disa karakteristika. Çfarë kërkon Rindi? Te një vajzë kërkoj dashurinë, respektin, besnikërinë. Këto janë 3 gjërat më Ti je kryesore. besnik? Janë gjërat Shumë. Shumë besnik. Okej, më pëlqen. Shiko, S'kam këto trotuar janë kurrë, gjërat domethënë normale, bazike që ne i kërkojmë. Janë disa gjëra specifike që neve na bëjnë njerëz të veçantë, prandaj përputhemi me njerëz të ndryshëm. Tani, mua si person, për shembull, unë mund të më pëlqej xhelozia, por me karar. Se Po, mua të më po bezdis. them, të thash. Domethënë, Unë nëse s'kam- ti do më thush mua, Ina ti s'do dalësh, unë me ty nesër nuk flas më. Jo, kjo s'ka lidhje me mua fare. Jo, do dal në klabun. Po për vajzat që dalin në klub, çfarë mendimi ke? Më prit se dua ta krijoj pak si Realisht, situatë realisht. tani. Rindi, ne po njihemi bashk. Dhe unë do dal në klub Me goca. me goca. Çka kërkon klub? 4 minutë shrijuaj parti 2. Argëtohem. Po nëse të vjen kacmon dikush, Po ç'pun ka ai, unë i tregoj rrugën. Ja të ngasmoj se ti ke pirë një gotë dhe- Qysha, vash më pse ç'a jam unë. Piva i gotë unë edhe vdiqa marova. E kam dashurin, s'ka nevojë. shejtonat aty janë. Shejtona S'ka lidhje. mund të jenë Tani- kudo, në çdo lloj vendi. Ti je nga ato që un kam besim tek ty, por nuk kam besim tek tjerët? Jo, pa Jo, kam. ai s'ka Po ne besim po të bëjmë një diskutim, s'është Jo, meqense po përmend shejtanet. diskutimi, Nga po përpiqemi që të kuptojmë pak më shumë nga ty. supozoj vajzës se aty ka erdhi djalë, të ftoi. Unë i them jo, po mirë. O Rindi, Po ti do të pas prit besim ta tek bëj ajo? pak më spajse. Rindi, unë do të marr ty në telefon dhe do të ta jap ty fol ti me këtë. Ti them, sa po ngacmon kë. Kuku. Çfarë do bësh? Do them ty largo nga aty. S'kam se fol me kë. Problemi Ah, po. gjithmonë tek femra. Më mbro Po te more. femra? Më mbro more. Mos ju Ina, afro. çfarë do të mbroj Rindi? Rindi është një aty. karakter, tani un po kuptoj që ti je një çun shumë paqësor. Okej? Është shumë e thjeshtë. Largohu, çuni po të ngacmon, ti je me mua, nuk ke sepse ti rish afër, mbaroj, kaq e ka Rindi besoj. Okej. Ta përktheva mirë. Jo, po Sjellim po një thoya kësaj situatë. kështu me kuptimin kështu, po gjithsesi do të them largohu nga vajza, s'ke çka kërkon nga ajo, ajo ka dikë. Rindi ti je shumë i mirë. Unë mendoj se je shumë çun i mirë. Ta zbusim këtë situatë pak me një këngë dhe do rikthehemi për pak. Jemi rikthyer këtu në Shizoner, Top Albania Radio, mund ta ndiqni edhe në kanalin 10 Digitalbit edhe në 100 FM në Top Albania Radio. Tani kemi prapë Rindin këtu sepse ne na pëlqen shumë tematika. Rindi mua po më duket Olivia kështu e ke parasysh një mision shumë i vështirë për të arritur, për të nxjerrë një përgjigje. Askush nuk është një mision i vështirë, thjesht ne dua ta kuptojmë pak më shumë Rindin, dua që ty të flasësh pak më shumë me ne, që ne të kuptojmë. Si e mendon Rind? Më thuaj pak, cila mund të jetë goca që të ka zgënjur më shumë deri më tani në përputhen? Realisht që më ka zgënjur më shumë është Dasina. Pse pikërisht Dasina? Po se kemi bërë një takim shumë të bukur, e kam pëlqyer të gjithë. Të ka ngel pak kështu në mendje? Ai ka pëlqyer Dasina. Shiko, po se këtu është problemi. Unë gjatë bisedës që kemi bërë, i kam thënë me kuptimin që femra që do kenë në krah, për një vit do ta ketë barkun e fryrë. Edhe kjo është mërzitur me këtë pjesë. Ndërkohë që ka dalë Dasina na falqet për të përmendim, që ka dalë në takim me Krisin, po në takim të parë, mua mbet bebi. Kthej thonte për mua shaka, kurse për vetë thash me shaka. Orinte, a do të përqafoj se po ndihem shumë keq. Tani kuptuam që arsyeja ishte Krisi. Dasina! Arsyeja ishte Krisi, pikërisht sepse mund të ketë interes shumë të fortë në. Jo, kjo bëhet fjalë shumë kohë më parë që në fillim të programit, që kam dalë në takim që ku erdhi. Nuk ka gjë më të bukur të thotë
Okej. djalë që po njihesh ose i dashuri që dua që ti jesh me fëmijëve të mi dhe ajo të iki. Je budallaçk? Je budallaçk? Gjithsesi ja ka jetën e vet. Po un kam i gjoj që un jam besik nga të gjitha anët, edhe në qoftë se un flas me dikë, un s'mund nxjerr kur biseda. E di do. Un çfarë flas mbrapa skena me dikë, ne mund bëjmë muhabete shumë pista, po s'mund t'i thush ti Megit që kemi bërë këtë muhabet. Se këte i tërgojnë që më ka bërë kompliment nga mesja poshtë, te i tërgojnë muhabetet që kemi bërë. Qamino. Ka intriga. Shiko, unë dua të bëj një marrëveshje me ty. Më tuaj. Se ti je shumë djalë i mirë. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit. Edhe ju të gjitha këtu. Tani po i përfshit gjitha, s'do të me bëj që ti je çelën. djalë i mirë, unë ty do të bëj një vajzë të mirë. Okej, do të gjej një të dashur. Kështu ke vezët e pashkeve. Po? Jo, do të gjej një vajzë. Por do lësh përputhen, pranon? Po. Okej. Po, pranon pa e parë pa takuar asnjëherë. Jo, do ta shikosh që më pëlqen. Nuk është se ajo do ta sjellë vajzën. Ja që Rindi nuk është futur për show. Rindi po kërkon dashuri. Jo, unë ta thash, unë po i shkoj deri në fund me kuptimin jo që s'kam se ç'a bëj. Po thjesht po rri. A mendon që ka ndonjë gotë që ti mund të dalësh çift në fund të këtij rrugtimit? Aty brenda? Po. 99% se besoj. Vetëm po erdhi ndonjëherë. I'm so sad. Po tani për mua për shembull ka të bëj shumë kjo pjesa puthjes. Unë nëse shoh një femër që puthet, me dikë tjetër, ti nuk mund të dalësh me të. Tani se s'po them që Jo, mendoj se është e drejtë. Po, për mendimin tim është e drejtë. Unë jam vonë ciklet. Vërtet mund të kesh marrëdhënie të tjera më përpara, është okay, po në tani momentin ato që si një është din, po ta shofsh në publik që puth tjetri. Është pak e tepruar vërtet. Për mua s'ka shans. Edhe me këtë kam qenë një prerë unë deri diku jam mërzit në fillimet e përputhen që në serit parë që më puthi Katerina. I puthi kështu ishte. Më ngel ti Katerina, në fillim ti ke pas një takim ku ki tregu si shumë atë mëdha lekësh, pse ke bë këtë gjë? Çfarë do të merran super lek? Jo, se kam bë për lek atë. Për çfarë? Thjesht mora makinë. Tani se njerëzit thon pse mora atë makinë? Ajo për shembull takimi i parë jo se kishte lidhje me tregu Katerinës. Unë e bona për prezantimin tim. Me dal sa më bukur vet. Është diçka sipërfaqësore, je ai i lekëve dhe makinave të shtrenjta? I lekëve s'jam, makina, jo, s'është e imja. Po pse e prezantove me atë makinë? Se ti u prezantove, po, u prezantove si shëjotja. Po. Ku e ke ndjekur? Po për zotin e kam ndjekur. Si e ke ndjekur? Çka kam thonë? E ke marrë. E di që e ke marrë. Ti ke thënë që ta marr me qira. E di që e ke marrë. Prezantove me Po makinë. si prezantove? Domethënë unë nëse jam në përputhje dhe dua të njoh një mashkull, kur vjen një mashkull që është me makinë me qira, pse po më tregon diçka që ti nuk je? Pra pse mua po më ngre pretendimet sepse ajo makina ka qenë makinë që Katerina e kishte shumë. Po dush mu, ta siguroj. Po jo mos ka rëndësi. Po ka shumë rëndësi. Ajo që do të doj për atë që je, jo me gjëra. Po Rindi, ndoshta do biesh në borxhe, do ta shesësh atë makinën dhe do ngelesh për në autobus o burr. Çfarë të bëj unë, ndahem nga ty? Unë se mora makinën me njofti djalin e makinave. Tani makinën ai kishte marrë se ishte makina që kishte qef Katerina? Po. Makinën e kam marrë. Po se ju kam ndjekur. Po se ju kam ndjekur. Për më tepër diçka e bukur, ai mori diçka që ti bënte për shtëpia saj. Është si puna dasmës. Pse një person kur martohet, i herë martohet Robi. Është tjetër gjë ajo. Po jo pra tani se ngënjeve. Është si pjesa dasmës. Krahasim gabuar. Jo, nuk është një pjesë e dasmës. Jo, e di pse se një njeri që të do të doj për atë që je, jo për atë që je. Kush tha që do më doj për makinën? A e more makinën për të rënë në sy Katerinës apo jo? Ska shans për Katerinën. Në fillim, unë do ta hap tani. Ej, mos e sulmoni djalin. Mos e sulmoni djalin, sepse tani ki dashme organizim. Domethënë është sikur ti do më bëj një tim, me çon ke një hotel shumë të bukur. Nuk është shtëpia jote, po çon në një hotel, po bën diçka të ndryshme. Mund të jetë tjetër gjë. Po them tjetër gjë komplet. Po them faktin që ti zgjodhe ta prezantoje veten me atë makinën, është zgjidhja jote. E lam këtë. Tani ajo makina, unë jam shumë e bindur që ishte makinë që Katerina e kishte shumë qef. E mora vesh aty që kishe qef Katerina. Ej, unë do kisha kisha baktelloj debatin në qoftë se Rindi do kishte thënë, po kjo është makina ime, ndërkohë që nuk ishte makina e tij. Po, edhe gazetarja më ka pyet gazetarja si do prezantohesh, si do thosh.
Po tani thash nuk është normale, themu që është makina ime se Po që jo t'ja ke thënë, të ka pyetur është ja. Mirë, lëm këtë temë, unë Mos gënja se të gjej me fakte. Jo, me faktin që Më fal, ti them dhe Inës për një pyetje. Nëse unë vajzën do të çoja në një restorant shumë të shtrenjtë. Çfarë do i tregoj aty unë? Që është Thjesht do kaloni një eksperiencë. Po të njëjtën gjë kam bërë, kam marrë makinë shtrenjtë. Jo, shumë mirë, unë e shoh në këtë kohë Pa, nuk është e njëjta gjë. Ai me një vajzë që ka dalë, ka bërë maksimumin e tij, asaj ti lëri Këtë dua ajo të ndihet të mirë. Po kërkoj unë ta pranoj që e bëra për këtë E ka pranuar në emisione, besoj Unë e kam pranuar që kam dash. M'fal, unë e kam pranuar që në takim të parë kam dash të dalë bukur vetë. Rindi një kuriozitet tani, cila është dhurata më e shtrenjtë që ke bërë ti një vajze, se ti ke deklaruar që ke pasur mbi 30 partnere dhe ua ke bërë shefin të gjithave. Rindi. Nuk mendoj që ke pasur 30 me tipin që ke. Ore, mbi 30. Nuk e di, duke Po mjaft në 2026 tani, ka shumë djalë do ma mirë. thuash cila është dhurata më e shtrenjtë dhe ja ke bërë, Barse. do ma thuash çmimin apo? Ke 230. 1000 lek. Okej. Normal. Po ja ke bërë shefin të gjithave? Do thush pse kanë Ka meritu. Rindi, a din çfarë të vlerësoj shumë për thjeshtësinë që ke, edhe sinqeritetin. Bravo. Të më thonë gjithë edhe shkruaj shumë mesazhe, vazhdo po kështu prandaj kam vazhdu drejt e drejt, ashtu do mbaroj. Dhe të uroj vërtet që të gjesh një vajzë që të shtatë Rindi, unë do të bazohem pak. Realisht Tani unë do doja jashtë. ndonjë koment për ish kolektet tuaj, ish konkurrentët të përputhen, për Selinën, Ninën dhe Kesin. Dua një mendim nga ti, meqense je shumë i sinqert, shumë i thjeshtë dhe. Unë realisht me Stelinën, që në ditë parë kur jemi prezantuar, domethënë mas puntatës parë, e kam komplimentu, i kam thënë që je vajza që çdo mashull do ndërronte. Do shikoje vetin jashtë me Stelinën. Tani jo. Jo, unë po tham kur ishte pjesë e emisionit. Në fillim ishte serioze, por të po them. Çfarë ka ndodhur? Ajo si gocë prap. Se tani jo. Po se s'ka ndryshuar që të thosh ndryshoj dhe. Djali e tha sepse ka puthur Casey, sepse ka pasur historik që do i kjo prishte është pjesa që unë s'do ftoja kur, ja kam thënë dhe aty, që në ditë parë domethënë kuptova që kishin një kimi bashk. Edhe me Kesin u bëra shokëve që kishte në lagjen time. Ki pas ndonjë sinjal nga Stelina, mendon që mund kishte një pëlqim Selina? S'ka pas pëlqim, se është edhe kjo. Njeriu është si magneti, nëse tërhiqet. Por në parim do ishte një gocë që do të pëlqente. Po normal. A mendon se Selina dhe Kesi do zgjasen si çift? Unë se besoj po juroj jetë sa më jetë gjatë, edhe me i beb që kishin bë plan. Rindi, çfarë mendimi ke për Inën ti? Ishte ajo shkaktarja e ndarjes së çiftit Kesi dhe Stelina? S'mund të them që ishte shkak, domethënë si e thonte Stelina. Edhe ajo mund të ketë gabuar në disa pika, po Kush? Ina, okay. Se kthi thonte për pjesën që e mbrojtin studio. Domethënë kush do donte një mashkull të tillë, kthi thonte që nuk e pëlqejnë atë kuptim. E kuptoj. Kto janë gjëra të jetës. Është pak kontradiktore. Do të kishte pëlqyer me hyrë në Big Brother? A mendon që do e kam Po më suportove ti për vitin tjetër. Po të suportova. Po. Po mirë të suportojmë të gjitha, do që të bësi mik këtu. Jo vetëm unë këtu. A disi të iki, po nuk ikën nga sa u komi kom. Rindi ishte shumë kënaqësi që të kishim. Faleminderit edhe ju jeni shumë të mira. Po më thuaj. Do thoya për Rindin që nëse nuk do ta kesh të dashur, ja them gjithë gocave, ja vlen ta kesh shok, se është shumë djalë i shumë vërtet. Thash që do futem lajmis. Lajmi se quhet, po. Mos të ndjeni bërë shok kjo gjëja kudo që të gjitha vajzat thonë të kenë shokë, se pastaj ishte ama se neve se me ndihmu e futëm në friend zone. Ndoshta shumë shpejt mund të kemi kaçorrelce në krah. Më pëlqen, bravo Rindi. Go Rindi. Na la tani kështu me pikpyetje. Kush është kjo çfarë? Bisedime. Brune Bjonde? Jena në bisedime si Kosova me Serbinë dikur. Për paqe. Po Esma? Kaçorrelce? Po jashtë emisionit, ku është kjo goca? Edhe jashtë ndoshta. Jashtë, është. Megi Pojani fute brenda në përputhen. Faleminderit, dua të shohim shoh. Rindi ishte shumë kënaqësi, nuk e di, njëri fantastik, na dhe energji shumë të mirë.
Të uroj më të mirat, suksese në program deri në fund dhe shpresoj që të dalësh i dashuruar në patjetër. Shumë faleminderit që ishe. Kalojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak me një të ftuar special. Jemi rikthyer në She's on Air dhe bashkë me ne tani na janë bashkuar dy kolegët tan, Edi Allaçi dhe DJ Wizzy. Përshëndetje goca, si jeni? Është shumë kënaqësi që ju kemi tani këtu, se gjithmonë i takojmë andej mbrapa ose me Edin unë takohem në trotuar zakonisht. Po, në fakt është shumë kënaqësi se me Wizin jemi shumë miq të ngushtë edhe për te raportit kolegë të punës, edhe më vjen shumë mirë që sot kemi rastin për herë të parë të dalim në një intervistë. Së pari jemi në një mikrofon bashkë. Në një mikrofon. Shpresoj që të gjithë jemi në një mikrofon përveç Inës. Po. Okej, Ina është e privilegjuar, si gjithmonë. Tuna, si e keni ndjekur Big Brotherin këto kohë? Dy miqtë tua janë brenda pjesës së shtëpisë, si po i shihni ata? Arditën më saktë se Stenaldon dhe e kemi parë pak më përpara. Po, Stenaldo u bë goxha kohë që është që nga fillimi duhet thënë, edhe padyshim që kemi kuptuar më tepër nga loja e tij edhe gjithçka. Arditi është futur pak më vonë. Jemi pak kritikues sot në të njëjtën linjë bashkë me Wizin në lidhje me Arditin. Unë mendoj që të futesh në mes të lojës ka avantazhe dhe disavantazhet e veta. Kush është disavantazhi? Se avantazhi është se ke informacion, mund të përdorësh çdo gjë për kundërshtarin, ashtu siç bëri Rogerti. Që mendoj se i vetmi e ka bërë Rogerti nga ata që ka hyrë. Eksakt, ai e ka bërë më së miri këtë gjë. Arditi sigurisht që kishte informacione, ne jemi takuar shumë shpesh edhe përpara se ai të futej në Big Brother. Një lloj gabimi i vogël që mund të ketë bërë, dashje pa dashje, se nuk mund ta quaj gabim, po është ky afrimi ose perceptimi si një pjesë grupi të mirë. Dashje pa dashje ai e mori këtë gjë vetëm duke u shprehur që njeh mirë. Në fakt ata janë miq, është e vërtetë. Okej. Po që besoj që ajo po e penalizon më shumë ky grupimi me mirin, se mendoj po të bënte një lojë. Nga ato çfarë keni folur më përpara, ka kërkuar në këshill, e ke dhënë në këshill, ka thënë që do bënte diçka dhe nuk e ka bërë akoma. Mendoj që ai lojën e kishte karakterizuar diku që Arditi është shumë beqar dhe ishte i hapur për dashurinë, që mendoj që tani alternativat janë goxha të limituara brenda. Do të bënte një lojë. Alternativat momentalisht është Juela. Juela, në fakt kam mbar disa shkëndija me Juela. Tani ai nuk u fut me idenë që unë dua të gjej dikën me patjetër, po u fut me idenë që unë beqar jam dhe pse jo? Një ndër pikat e tij më të forta mund të ishte kjo pjesa e romanticiteti patjetër. Me Juelën kam parë, po ndjes që të ndërpres, me Juelën kam parë që kanë disa flirtime, e kanë ngacmuar diku jashtë kur ishin duke qëndruar një ditë, tha do ta shpenzosh ditën me mua etj, po nga Juela nuk di ç'të. Unë s'e di, unë s'kam parë akoma asgjë. Edhe unë se kisha parë. Kam unë nga që e shoh 24 orë. Në fakt je super analist. Ti gjithmonë kur takohemi ke gjithë ato detajet për secilin, për çdo situatë. Komplimentin e parë. Jo, është me vërtet. Shikoj, ne vestar mbarojmë. Po, lidhemi me Edin edhe 5 minuta janë pak. Deri ja gjysmë orë të diskutojmë. Është përmbledhja jon ditore. Eksakt. Shumë mendoj që Juela nuk e di se sa do realizohet apo konkretizohet kjo gjë, po mendoj që shpëtimi i vetëm i tij në këtë moment është të bëj diçka romantike me Juelën në këtë rast, sepse duket që goca të tjera besoj nuk janë. Pra, e filloi me Stenaldon beson se nuk Shiko, Stenaldo ka bërë të jashtëzakonshme deri tani në këtë moment, edhe unë mendoj që është një pretendent i fortë për ta fituar. Po me Juelën si ishte tani? Me Juelën, Stenaldo e nisi pra me Juelën, është e vërtet kjo gjë. Po ju që e njihni pak më shumë, e kishte me të vërtetë? Jo, nuk mendoj që Juela është tipi i Stenaldos, po ato të njëjtën gjë do thosha edhe unë, domethënë duke e njohur. Stenaldo strategjik. Stenaldo mendoj që pikën e tij Stenaldo sipas juaj. Shko, me aq sa e njohim ne, Stenaldo është një tip që patjetër është i afrushëm, krijon rreth shoqëror shumë të mirë, është i aftë, e kemi parë shumë mirë që në komunikim është on top, nuk e ça dëtush. Super orator, po. Super orator, të bën ta dëgjosh me kënaqësi. Po nuk mendoj se Juela ishte pika e tij për të u lidhur, domethënë, ose për të krijuar diçka. Mendoj se thjesht i bëri një favor ose një respekt. Ja, i ktheu një respekt të ndërsjellë, domethënë. Duke ngel ke Stenaldo, ju e dini që kishte një vëlla? Që se keni kolegë? Do me kishim dëgjuar, por jo
fiks siç ndodhi, domethënë, kishim dëgjuar shumë pak për këtë historinë, se kishte thënë kur punonte këtu në radio mes nesh, por që nuk e dinim pikërisht se bëj fjalë për Po ti e di? Jo, E di? nuk e di, ishte totalisht surprizë. Madje kur po dëgjoja klipin se çfarë do të ndodhte në Prime në Big Brother, dy vëllezër takohen, i vetmi që nuk më shkoi në mendje ishte Stenaldo dhe ishte totalisht surprizë. Për mua nuk e kemi ditur, unë të paktën jo. Por ju që njihni nga afër, si ju duket? Siç është ai Stenaldo që njihni nga jashtë ose domethënë në pikë është i njëjti? Është i njëjti. Totalisht i njëjti. Madje mua më vjen inat që pse ai nuk luan pak. Është komplet Po pra, origjinal. kështu doja të ndalesh pak. Domethënë, kush është strategjia tamam e Stenaldos, i cili është kthyer në një personazh që mund të jetë pretendent edhe për finalist. Çfarë po bën tamam Stenaldo në syrin tuaj? Se unë vetë për shembull, ndajni, kush po toni? Okej, po e nisum fillimisht, pastaj e di, sigurisht do unë plotësoj. Por që mendoj që Stenaldo është lloji personit që mos ta anashkolojmë dhe faktin që ka një disavantazh në krahasim me të tjerë. Pavarësisht se ai ka një avantazh si patjetër. Shiko, unë mendoj se Stenaldo gjën e parë që ka bërë dhe e kam respektuar për këtë gjën, është fakti se tha pavarësisht këtij disavantazhi që ju mund ta shihni tek unë jam me të drejta të barabarta njësoj si të tjerët. Kështu që nuk dua që ju të më shikonin në këtë lloj pike. Dhe deri më tani të them të drejtën, është shumë preciz, Por ka fituar me zor kam përshtypjen këtë gjën, sepse fillimisht po ta shikonit banorët ishin të gjithë duke u kujdesur për të Stenaldo këtu, Stenaldo atje, dhe ai e mori atë personalitetin e tij me zor duke thënë që ore më trajtoni njësoj siç trajtoni çdo banor tjetër këtu. Po mirë, është pak se unë mendoj për veten time, nëse unë do bashkëtoja me dikë i cili është i verbër, do më vinte vet instiktive për ta ndihmuar. Sa të mësohem dhe unë me por që mendoj shumica e atyre që kanë qenë brenda dhe janë brenda e kanë pasur dhe shtirje. Po, absolutisht. Fillimisht unë mendoj që ishte goxha shtirje. Një lloj strategji edhe nga banorët. Kë mendoni që është shtirur pak? Në raport me Stenaldo, po Brikena e para. Unë jam ndër ata që kam besuar shumë te Brikena në fillim, dhe unë jam kompletisht gënjur nga Stenaldo i është drejtuar Brikenës. Unë mendoj që ai ka një aftësi për të perceptuar gjërat akoma më të zhvilluar, për ata që i afrohen në formë të. Edhe këtë është si gjithë të tjerë. Fakti që ai ka një lloj disavantazhi, nëse mund ta quajmë kështu, nuk e bën atë që të jetë më i sjellshëm, më i mirë në botë. Ka ai fëmetat e veta. Ajo është pjesë e egos dhe arrogancës së Stenaldos që ai e ka. Dhe sigurisht nuk bëri mirë me Brikenën, po është ai, është vetë. Po nuk mendoj se kjo tregoi se Brikena ishte e shtirur, sepse mendoj nëse mua do më drejtoj në atë lloj mënyre, do t'i thoya shiko, me gjithë respektin, unë nuk përpoqja të qëndoj afër, ndoshta unë e kam tepruar, po këto fjalë nga ty unë nuk i meritoj. Po e vërtet, jam dakord. Dhe do mbaja qendrimin tim. Jam dakord, po ideja është që Brikena nuk bën mua se shtirë. A do të thoni ndonjë histori të Stenaldos në të kaluar, ndonjë histori ju që e njihni nga. Po jo, një histori dashurie ndonjë partnere të Stenaldos e keni pas mundësi ta njihni? Po e ka treguar me sa un kam parë që ka pasur një histori të fortë dashurie kur ka qenë në Gjermani. Që keni njohur dhe ju? Apo nuk është se ka në Gjermani. Po, nuk është se kam shkuj kam pa në Gjermani, po ideja ai tregoi në Big Brother një lloj historie që kishte ndodhur kur ai shkoi në Gjermani, që sipas tij ishte një histori shumë e fortë që kishte lënë shenjë domethënë. Unë di edhe një histori tjetër, nuk e njoh personin e saktë, po më ka folur për një histori tjetër këtu në Shqipëri që Të doja unë tani, që për disa rrethana të tjera, jo për vetë dy persona ndodhin që nuk ishin më bashkë, po ajo që doja të thoja pa u ndalur konkretisht, Stenaldo është tip që dashuron, pra edhe ai do të krijojë marrëdhënie, nuk është kaq i ftohtë. Po ai ka këtë vërtet të shisën e gjashtë, po themi që ai e ndjen kur një person e do realisht dhe jo për shtirje, se të kesh dhe këtë lloj disavantazhi të bën të jesh shumë dyshues tek njerëzit, asnjëherë të mos besosh te dashuria e tyre e vërtetë. E di ku e kam kuptuar që shtiren në shumicën e rasteve kur vën marrin dhuratën, që ata që kanë qenë në fillim që bënin nuk e linin as të ulesh vet në divan, ata njerëz kur vën marrin dhuratat ose ku di un nuk tani e shikoj që ai shumë të hollë që atë gjë nuk ja marrin dhe ja japin. Shikoj, në momentin që mua më thon që ore më lër se un kështu do ta shoh dhe un jam mësuar tashmë me personin që mund të jetoj në atë mënyrë. E si e mendoj un më li
për pjesën që mos u bë ai shumë e ngjitur, po jo për një dhuratë që ti nuk e merr dhe t'ja japësh kur ti shikon që ai nuk po e kërkon. Nuk i shoh njerëzit e tjerë të shtirur sepse nuk e ndihmojnë, sepse ata kanë kuptuar që ai tashmë ka zgjedhur, dhe ka zgjedhur një shok që do i qëndrojë afër, që është Mali, dhe çdo gjë ja ka besuar Mali dhe s'ka nevojë asnjë tjetër që t'i afrohet. Por gjithmonë sepse Mali ka gjetë mënyrën se si të afronte dhe kjo ka qenë e rëndësishme. Prandaj qëndron vështirja, pra të tjerë dhe kanë bërë çik në mënyrë të përsëritur dhe të imponuar, mendoj. Pati edhe te Eugene, dhe ai e tha që në fillim, tha unë do të lejoj vetëm Eugene-in që të më qëndroj pranë dhe kur të kem unë nevojë të tjerët në mënyrë absolute. Mua më pëlqeu shumë të bisedat që ata shkëmbyen me Luizin dhe besoj se ishte pikërisht ajo gjëja që një nga banorët duhet ta kishte bërë përpara, ajo që futi edhe pak nota të humorit të zi ku ai tregonte që pavarësisht se kësaj gjës që un kam, un dita ta jetoj dhe me nota humori. Luizi ishte i vetmi që ati nxori në parë karakterin. Tani lëre Luizin ti Luizi. Po them, ishte i vetmi që nxori në parë. Diçka nga ty one. Nga gocat e Bigut të këtij sezoni. Po. Cila është ajo që mund të pëlqejnë ty pak më shumë? Tani Fol djal. Fol ose hesht. Tani se do ti në primin të së shtunës do futet Wizi banor i ri. Cila është ajo goca që do të pëlqente fakt t'ju afroje, që do të ngacmoje? Po në këtë moment nuk është se do të thosha një emër, për shembull, thosha një emër. Cili? Që nëse mu hate ti më duket. Jo. Po mendoj, nëse do futesh as si banor, patjetër që duke qenë mashkull single, patjetër që pika e fortë do ishte flirtimi ose romanca, një ndër, patjetër. Dhe strategji, okay. Strategji, patjetër, sa ti s'mund të shkosh dhe të bësh vetëm këtë djalin e mirë të edukuar se nuk funksionon fare. Po për te strategjisë dhe edukuar aty. Për te strategjisë dhe lojës. Do futesh të shtunë, do dilet martën dhe s'kishte vlerë. Duja një. Po mendoj se mund të ishte Selina nëse s'do ishte Gimbo. Selina. Jam kurioze. Dy DJ pastaj ku. E pse po mos ishte Gimbo, pse nuk do luftoje ti? Jo, nuk jam. Ajo me Gimbo nuk ka asgjë të deklaruar. Po s'ka të deklaruar, po është në tentativë. Po në tentativë, a mund të themi diçka? Nuk mes çunash, nëse dikush është duke folur me të dhe ashtu. Jemi me pari. Jam kurioze, po të futesh e ti në Big Brother, do bëje një lojë me një vajzë? Jo, unë s'është kjo loja ime. Tani Okej, bazuar në statusin që ka. Se unë kam do bëje lojën e Babi Mirit apo? Nuk do bëje, unë do bëja një lojë të një debati të fortë. Unë e kam shprehur dhe në fillim në trotuar që do bëja rolin e Rogertit. Unë mund të isha një Rogert. E ti pse çesha do bëja rolin e Babi Mirit? Babi Miri e ka marrë titullin tani. Mendoj që do isha një Rogert, unë kam qenë fans ose strateg i përdorimit të informacioneve nga jashtë. Pra jo domosdoshmërisht deri në pikën ku shkon Rogerti që ofendon deri në një farë pike që nuk tolerohet, po që ti përdorësh, unë do i përdorja 100%. Madje do i studioja çka kanë bërë, çka s'kan bërë që të shkoj dhe t'u përplasën tyre. Tani do kalojmë në një këngë, do rikthehemi pas pak dhe do e vazhdojmë këtë bisedën se po na shijon pafund shumë. Jemi rikthyer në She's on Air në Top Albania Radio. Tani do futemi pak më thellë diskutimeve për Prime-in që lan pas, ditën e martë. Dhe dua ta filloj direkte me atë që në fakt ngriti goxha pikpyetje në qoftë se ishte një veprim i tepruar apo ishte i sinqert nga ana e saj, Brikena e cila puthi dorën e mamas së Mateos. Si e pat ju çuna? Ishte një takim që shumë e kishin pritur, ishte një lloj restoje sepse Mateo takoi maman e Brikenas dhe ishte e pritshme që dhe Brikena do shkonte ta takonte. Mua më duk në një moment sikur i ktheu çik Borxhin, sepse ka thënë të njëjtat fjalë që ka thënë Mateo kur takoi. Po, eksakt. Kjo e para, unë vura re dhe diçka para se të dalte tek veprimi i dorës, qofsha unë i gabuar, po mamaja e Mateos i qëndroi goxha ftohtë. Pra e përqafoi. Okej, respektoj se normalisht ishte në Prime dhe nuk mund të linte në thonjza gjeste, po vura re që gjatë gjithë kohës, madje në një moment Brikena u ndje shumë e distancuar e vetmuar se këta të dy po flisin me njëri tjetrin, i miri nënës, puf, përqafot, ajo ishte kështu dhe edhe ai që ishte mami. Do shta mund të doja të isha në këtë marrëdhënie, por tani jo më. Eksakt, kishte me të vërtet Brikena këtë fytyrën që po unë çfarë po bëj këtu dhe ja tha këtë gjë Mateos. Tani një moment u ndjeva vërtet shumë keq sa që doja të ikja, sepse po ndoshta është dera një takim i parë që unë mendoj që duhet, nëse mamaja e Mateos e pëlqente aq shumë, mendoj që duhet kishte një afërmitet. Mos e ka pasur po me sikletë edhe ajo.
mendoj Se besoj, ajo duk Mua shumë e një çlirë. gjë që s'më pëlqeu, nuk më pëlqeu Mateua, se në moment që erdhi Në moment që erdhi Brikena, duhet ta kishte mbajtur pak atë veten, jo vetëm mami, se okay, ti tani ke edhe një vajzë aty, dhe atë vajzën duhet ta respektosh pak. Unë jam edhe unë me të kundërtën. Djalin aty e kishte, djali nuk ka ku shkon, pra do respektuar nusja në thonjza në këtë rast. Se është e parë që taku edhe një takim I parë është shumë me siklet. Edhe sikur ta pyesi që si po të shkon loja, ai e mirë, asnjë lloj gjëje, domethënë. Mendoja se do gjykoj Brikena. Po jo që nga gjykuar më shumë Mateo me të. Ashtu siç e kemi parë ne, ndërsa puthja e dorës mendoj që është krejt normale, aq më tepër që shqiptarët e Kosovës e kanë edhe pak si traditë. Unë se dija këtë që e kishin traditë, prandaj më duket edhe tepruar. Unë kam parë si veprim, nuk e di nëse mund ta quaj traditë, domethënë, po që bëjnë. Formë respekti. I dha dhe llokume kur iku. Po, kjo po, mendoj që sjellja e Brikenës ishte korrekte në atë që duket, pavarësisht se unë nuk besoj shumë te Brikena, po mamaja e Mateus më duk, me thënë të drejtën, vetëm sikur nuk donte ta thonte për t'i prishur lojën apo qefin Mateus. Po unë mendoj që Brikena nuk është në mendimin tim në shumë preferencat e saj. Mami Mateut ishte një mbështetëse së lojës së Mateos, po jo të realitetit të kësaj historie, si më thanë. Për mendimin tim unë kështu e gjykoj. Tani duhet kaloj pak me tipin, mund të jetë tipi I ftohtë që s'mund t'i japë emocionit, kështu që ngelet për të parë. Kalojmë nga situata mama djal tek baba vajzë në thonjza gjithmonë. Drama Miri dhe Selin, e cila ka përfunduar kjo marrëdhënie ka qenë ngushtë mes tyre, kush përfitoi më shumë nga tjetri, kanë qenë diskutime javë pas jave. Tani, ju si e ndoni? Unë mendoj që të dy palët kanë përfituar nga njëri tjetri, kjo dihet. Dhe mendoj që u zgjat shumë për mendimin tim. Me javë tëra për të folur për një lloj marrëdhënie. A mendoni se është një krisje përfundimtare? Po, mendoj se po. Me letrën e bërë publike, pastaj ka jati ndaj Mirit, besoj që unë mendoj se Miri e do shumë Selinin, e pëlqen ekstrem shumë. Po, dhe e ka kapur një tip I nati, tani që ajo përi me Gimbon, se unë I them Gimbo. Dhe ka kap një far I nati që tani u kujtua Miri që ka një grua jashtë, ka dhe një vajzë, edhe vetëm flet për gruan, flet edhe vetëm për vajzën. Se nuk foli më para ai kur Finde me Selinin në krevat. Lexoj as diçka intime, un aspekt tërheqje kështu sentimentale, po them. Nuk e di, po sikur I vjen I natë sepse I ka ra loja dhe në fakt unë mendoj që me Selin ashtu më duket. Nuk e ndjej atë. Unë mendoj që loja e vetme e Mirit është Selina, absolutisht asgjë tjetër përveç. Po që ka pëlqim ka. Po prapë për mendimin tim është më fort Miri. Unë mendoj po që ka pëlqim dhe pikërisht kur ju cek kjo pjesa e Selinës që ta unë mendoj që Miri nuk ka një marrëdhënie të shëndetshme me gruan, tani u kujtua ai ta acaroi të bërtiste, po kur I thonin je burri I martuar respekto gruan, është vërtet. Nuk fliste Miri. Tani doli që kishte ka një grua. Edhe po nuk edhe fajet e Selin mendoj që duhet të ceken, se Selin doli pak si goxha e gjithmonë ka pas një grua, çfarë tani ka vajtur e gjithë Shqipëria për t'i thënë atje ndahu me Mirin, domethënë vetëm lodrat që nuk u futën atje. Domethënë dhe pastaj erdhi e papritur kur dëgjoi atë mesazhin e babait vet dhe tha jo, po ndoshta unë nuk e pas kam kuptuar. Ajo e ka kuptuar. A mendoni se përveç strategjisë, po në fillim fare kur ajo lexoi letrën, patjetër që nuk mund ta tregonte tek banorët e tjerë dhe mendoj se e zbuloi më shumë fakti që Miri e kishte lexuar letrën dhe këtu e ndroi anën kur Miri e lexoi letrën, jo kur e lexoi vet. Sepse pasi e lexoi vet ajo vazhdoi në të njëjtin ritëm, ëh. Sigurisht edhe Miri bëri të njëjtën gjë, po, dhe mendoj që kthesa e fortë ishte kur Miri lexoi letrën. Bëj si them unë, po mos bëj. Kush mendoni që është I fort, po prap pa njëri tjetrin? Unë mendoj Selin. Unë mendoj Miri. Selin mendoj. Jo, Selin mendoj është më. Çfarë loje tani pyetja ime është çfarë loje tjetër ka Selin, se nëse Miri ka vetëm Selinin, çfarë loje tjetër ka Selin? Me Gimbon. Pra ju mendoni se është lojë? Shiko, ta mendosh Selini po mban tër shtëpinë. Ta mendosh. Te prajmi par ka qenë Rogerti, ka qenë të gjithë ata që po e akuzonin dhe po ofendonin në mënyrë
më skandaloze që unë s'kisha parë ndonjëherë dhe ajo ishte një vajzë vetme që po ja dilte. Unë Mirin tani mund ta krahasoj pak me një Juldeda ku ishte një lider në të vetën edhe gjithë i rishin pothuajse pranë. Është edhe kjo moda që kur del dikush i thonë mos është. Ama dua të theksoj diçka. Në qoftë se jemi ndarë në dy grupe tani në shtëpi, të gjithë ata që kanë ndonjë afër Mirit janë duke dalë. Po pikërisht, prandaj po them që është strategjia, dhe strategjia që Miri është duke përdorur është ajo strategji që unë të dua shumë të mbaj këtu afër, ama do sakrifikohesh ti jo. Mendoj se kjo është strategjia e dur që loja duhet të ketë. Dhe prandaj mua më vjen keq për Arditin që është pjesë e grupit të Mirit, sepse te grupi i Mirit është Miri, është Rogerti, të cilët dashje pa dashje e marrin shumë këtë pjesën e liderit dhe i nënshtrojnë të gjithë këta të tjerë. Ndryshe ndodh te grupi i Mateos e tjerë që këta nuk kanë një lloj egoje për të qenë super lider aty, po japin hapësirë gjithë secilit. Po prandaj unë vlerësoj lojën e Mirit pak më shumë se të Selinit, sepse Selini e shikoj pak më empatike kundrejt personave që ka rrotull. Domethënë Selini ka nevojë për një romans, ndërsa Miri nuk ka nevojë për një romans. Shkot ishte për romans, jo, unë jam fare dakord se ishte për romans, e ka gimbon aty, do ishin puthur, do ishin bërë dhe do ishte filluar gjatë, kur e puth. Mos harroni edhe këtë detajin se unë shkoj më tej në një lloj teorie konspirative. Gimbo ka një ushtri fansash të dikujt tjetër brapa vetes. Mos mendoni që këtë se ka menduar. Prapë unë mendoj që do dali Gimbo këtë javë. Në televotimin e Pandorës, mendoni se është rrezikuar Greta? Po. Pa diskutim. Mendoj se po. Edhe unë i qëndroj këtij. Ja me po Greta e tha në fund Prime-it, faleminderit, u kënaqja shumë që isha. Po ta mendosh, nuk është se ça mund t'i jap Greta më shumë aty momentalisht. Të them të drejtën, Greta deri tani është personi më karizmatik aty brenda, e cila po mbjell energjinë më të mirë. Për qëndrime, për strategji loje. Mendoj se ka qenë e para ndër të parat, e cila i ka qëndruar Mirit përballë, edhe pse Greta është vetëm, Greta nuk po mbështetet gjithmonë vetëm. Gimbo mbështetet ke Selin, Selin mbështetet ke Gimbo, prandaj Greta për mua është më fort në këtë pikë të lojës. Po nuk mbështetet Gimbo. Nuk ka një zhvillim loja e saj, mendoj. Më duket se Gimbo mbështetet te Selin, se të ishte që ata të dy do e bënin lojën bashkë, si e ka bërë Selina me Mirin, nuk do kur zihesh Selina me Rogertin me të gjithë Gimbo nuk është futur njerë. Më thuaj një debat ndërsa Gimbo. Për situatat e Selin, gjithsesi. Pastaj unë mendoj që di si është unë po e mendoj fix sikur Miri po bet guri i rezervi Rogertit, kaq. Jo. No. Janë të ndryshëm, por janë të dy lider, janë kokë në kokë. Ato dy shofun liderat e shtëpisë. Është vërtet dhe mendoj që dhe më vjen keq në fakt sepse Gimbo hyri dhe me backgroundin e një personazhi tjetër i cili ka qenë fitues në Big Brother VIP 4 dhe automatikisht ndoshta njerëzit gjithmonë kanë këto pritshmëritë që të presin nga ai gati të njëjtën gjë që kanë edhe nga shoku, që një hije dhe ka pasur, nuk mundemi dot ta mohojmë. Fakti që ai u lidh me Selinin dhe nuk hapi asnjë lloj dere tjetër, domethënë për të luajtur pak më shumë me këtë. Ndoshta edhe për t'i dhënë atë pasigurinë, sepse Selini i dha 2 herë pasiguri Gimbos, mos ta harrojmë këtë. Kështu që unë e shikoj në këtë lloj mënyre. Që jemi te Gimboja, kalojmë te një tjetër situatë, baba vjerr, babi Miri dhe dhëndër që është Gimboja, ku ai e quan Mirin pedofil dhe ai nuk ja pranon faljen. Sa kundra jam kësaj fjale njerëz. Mendoj që ka qenë një lloj ngatrese. Ai ka ngatruar fjalën. Mendoj se ka dashur tonte pervers. Ishte shumë pa lidhje jo fjala. Goca është 23 vjeç, sa vjeç është Selin? 23. Shumë bukur. Po qendron pedofilia këtu. Edhe nëse mund ta kishte përdorur në formë metaforë, pra ajo çfarë ka dashur të thotë Gimbo është pra një diferencë e moshës, pavarësisht se dashuria nuk një moshë tani është. Prandaj mendoj se duhet të ketë qenë fjala perverse. Mendoj që ka ngatruar me fjalën pervers. Tani këtë që e bëri Rogerti në fillim, ku e përdori me mirë, tani janë shok të ngushtë. Tani unë mendoj që loja e Mirit, sido që të jetë, ka rezultuar frutdhënëse. E keqja apo e mirë, ai është të afroj dhe të eliminoj. Unë mendoja se kjo pikë do vinte e lojës, po mendoja se do vinte nga Selin. Do të thonë të vinte në një mënyrë më, nuk e di, më bombastike, sepse kjo mënyra se si këta u ndan për mendimin tim prej Gimbos. Nuk u ndan në asnjë lloj momenti, sepse pra interesi i ri i lojës së Selin ishte Gimbo dhe u shkëput. Bravo, përdore fjalën e duhur, interesi. Po mos ishte Gimbo, nuk do ishte shkëputur. Nuk do ishte shkëputur. Po unë mendoj që edhe sikur të mos ishte Gimbo, unë edhe sikur të ishte një djalë tjetër, kushdo qoftë, Selina unë mendoj që do t'i vijej pas. Pse? Sepse ajo kishte filluar ta parashikonte që unë me Mirin jam deri në një farë
pike dhe nëse ajo ndahet nga Miri, nuk kishte më lojë. Që do thotë duhet të A, krijonte. kthehemi ke teoria jeme, pra që Miri është më i fortë pas Selinit edhe jo Selini pa Mirin. Faleminderit. Jo, po Selina e ka përgatitur territorin e vet. Pra gjeti atë pjesën e romancës edhe tani. Një gjë që mua më bënte përshtypje, sepse e kam gjykuar Mirin pafund shumë. Kasti këtë vit i Big Brotherit është me përqindjen më të madhe të moshave në të 20-tat. Në kastet e tjera kanë qenë mosha më të mëdha. Është shumë e vërtetë. Nuk kishim hapësirë fare një të rit. Tani, mami im gjithmonë thotë, unë mendoj se këta janë aq të rinj dhe nuk e kanë atë lloj pjekurie për ta kuptuar se çfarë po bën Miri në këtë lojë. Dhe mendoj se ka nevojë për një personazh femër e cila është mosha e Mirit. Tani, se qyrë se tek ndoshta po ta shikojmë pak më ftohtë dhe mos ta shikojmë me këtë syrin që ky bëri i tha goca saja, tani e hodhi gocën, se hyri kjo. Unë mendoj se është strategji shumë e mirë kjo e Mirit. Po, absolutisht. Pra loja është e saktë e Mirit, sepse në Big Brother shkon të luash. Pastaj ne jemi këtu për të gjykuar, po ndonjëherë edhe për të paragjykuar se ai ka grua e tjerë, po ai mund ta ketë bërë ndoshta bisedë me gruan. Po, prandaj është do futem dhe do ndjek një strategji romantike. Ne shqiptarët e kemi shumë qejf të merremi me hallet e tjerë. Edhe sidomos dhe t'ia qajm hallin të tjerëve mundësisht. Ai kishte cilësuar në intervistë më parë që i kishte thënë, i kishte bërë bisedë me gruan që ai është sigurt që unë të futem te kjo gjëja, por unë do futem all in. Më pëlqen mbështetja që partnerja e tij ka. Edhe më shumë, domethënë që njeh shumë mirë partnerin e tij, mendoj unë. Çuna ishte shumë kënaqësi që i ndam këtë bisedë bashkë. Dhe shpresoj shumë që të kemi këtë biseda edhe tani. Ja, më shumë. Ndërsa me ju na vjen shumë keq që neve do ndahemi, por do shihemi përsëri të njëjtën tjetër. Ju përshëndesim. Fundjavë të këndshëm.